Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i mandatuar në Kosovë Albin Kurti zyrtarisht ende nuk ka zhvilluar komunikimet për formimin e kabinetit të ri. Shefi i qeverisë njoftoi se ditët e fundit ka qenë i angazhuar me analizën e rezultateve zgjedhore. Partia Demokratike e Kosovës mohon çdo mundësi bashkëpunimi i lëvizjeve vendosje, pas dekretimit të Albin Kurtit nga presidentja Vjosa Osmani si mandatar për formimin e qeverisë së re. Partia Demokratike e Kosovës mohoi çdo mundësi bashkëpunimi i lëvizjeve vendosje. Deputeti Ferhat Shala tha se Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pasur ide as qëllime as kurfar aktiviteti në lidhje me ndonjë koalicion. Shala tha se partia nuk ka ndërmend bashkëpunim me vetëvendosjen dhe nuk do të marrë pjesë në asnjë koalicion qeverisës për shkak të dëmeve që sipas tij kjo parti ka shkaktuar Kosovës. Slovakia qëndron për krah Maqedonisë së Veriut në procesin integrues. Kjo është porosia e presidentit slovak Peter Pellegrini gjatë vizitës zyrtare në Shkup. Në këtë vizitë ai u prit nga presidentja Gordana Silenovska-Davkova. Pellegrini kritikoi Bashkimin Evropian rreth bllokimit të rrugës së integruese të Maqedonisë së Veriut. Bëj rrezikon me këtë proces. Ne si Slovaki jemi në anën tuaj dhe ju mbështesim në të gjitha mënyrat e mundshme sepse besojmë që ardhmëria e Bashkimit Evropian është e zgjerimi, ndërsa pjesë e gjithasaj është e siguria sidomos në këtë rajon, deklaroi presidenti slovak Peter Pellegrini. Ndërsa kreu i shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Silenovska-Davkova ritheksoi qëndrimin zyrtar të vendit që procesi integrues të bazohet në merita dhe të mos lejohet të krijohet vakum politik për të ndikuar shtete të tjera. Hamasi dorëzoi trupat edhe të 4 pengjeve të tjerë pas 4 të parëve të hënën nga 28 që kanë ndruar jetë. Organizata kërkoi kohë për dorëzimin e të gjitha trupave pasi disa prej tyre janë në rënoje. 20 pengje të gjallë u liruan të hënën pas dakordësisë për fazën e parë të planit të paqes në Gaza. Plani i armëpushimit të presidentit të SBA-s Donald Trump parashikonte që dorëzimi i të 48 pengjeve do të përfundonte deri mes ditën e së hënës. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit e ka paralajmëruar grupin armatosur palestinez se çdo vonesë apo shmangje e qëllimshme do të konsiderohet një shkelje rënd e marrëveshjes o të marrë përgjigje përkatëse, ndërkohë që pas dorëzimit të 4 trupave qeveria izraelite vendosi që të heqë sanksionet ndaj Gazës të planifikuara të cilat përfshinin kufizimin e ndihmës humanitare dhe mbylljen e pikës kufitare Rafah midis Ripit të Gazës dhe Egjiptit. Shqipëria bën detyrën dhe fiton në misionin e luajtur në Tiranë ndaj Jordanisë. Të parët shënuan miq në minutën e 27, kur në një goditje këndore, Al Rashadan shënoi me kokë për miq. Pas vetëm 13 minutave Shqipëria barazoi me autogol. Një driblimin e Dim Bajramit bëri që mbrojtësi jordanis të shënonte në portën e tij për rezultatin 1-1 të pjesës së parë. Në minutën e 61 Broja mori vendin e dakut. Pas vetëm 4 minutave në fush, ai përfitoi nga një pasim perfekt i Aslanit dhe shënoi golin e përmbysjes 2-1. Pas 10 minutash, Arber Hoxha nga 25 metrash portierin për golin e tretë dhe të parin për të me kombëtarët. Më pas Broja asistoi për Bajramin që shënoi dhe golin e 4 dhe të qetësisë. Në fund Oluan shkurtoi shifrat për miq në 4-2. Më 13 nëntor, kuqezint udhëtojnë drejt Andorës, ndeshje e vlefshme për Kupën e Botës 2016, ndërsa 3 ditë më vonë presim në Tiranë Anglinë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.